procese elektorale në Shqipëri, përfaqësues të rëndësishëm të qenërës së djathtë në Parlamentin Evropian. Në të gjitha këto takime, unë njoha bashkëbisedues të mi me vjedhjen e madhe të haptë dhe publike të votës së qytetarëve shqiptar nga narkodiktatori Edi Rama dhe në këtë aspekt u paraqiten vendimet e qeverisë për bonusin famoz 100 euro për vot për çdo pensionist, vendimi i qeverisë për të falë 200 milion euro, kurse fatura e parë është 76 milion euro, punësimet 10 mijëra punësime për vot, 10 mijëra hektar kanabis për vot. Janë këto akte të cilat rrëzojnë në mënyrë përfundimtare farsën elektorale të 11 majit. Pa llogaritur këtu, ndërhyrjet e fuqishme të krimit të organizuar në 20 bashki të vendit dhe 10 qarqe. Rezultatet e këtyre ndërhyrjeve kulmuan me më të votuarit e të votuarve në Shqipëri, persona anonim si Sara Mile, Arken Balla, e të tjerë, e të tjerë. Pra, në totalitet, do ta përmbledh se çfarë ishin zgjedhjet në Shqipëri me fjalën e një miku të çmuar të Shqipërisë. Zgjedhjet në Shqipëri, deklaroi ai, ishin të njëjta me ato që kisha parë dekada më parë në Zimbabwe të diktatorit Mugabe. Nga ana tjetër, zbashku me Zotin Mediu, në seancën plenare të byros ekzekutive ku mirnin pjesë kryetarë dhe përfaqësues të gjitha partive politike të aderuara në IDU, ai ishte një rast i artë për të bërë avokatinë e votës votës së vjedhur të qytetarëve shqiptar para leadershipit ndërkombëtar të qendrës djathtë dhe forcave konservatore. Në këtë kuadër, raporti i vëzhguesve ndërkombëtar OSBE-ODIHR, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Europës janë një dokument jashtëzakonisht i çmuar. Por faktet tronditëse të marrë nga ky raport dhe nga gjetjet tona u paraqitën në seancën plenare të debateve për gjendjen në botë dhe zgjuan indinjat, dënim nga të pranishmit të cilët kuptuan
se gjendja në Shqipëri ishte gjendja një narkodiktature e ngjashme me Venezuelën e Maduros apo regjimet tjera të ngjashme të drogës dhe krimit. Si përfundim mund të them shqiptarëve se ky hap i parë, shumë i rëndësishëm në mbrojtje të votës tyre, që vinte pas një sëri aktesh madhore të mishruara me 4 rezoluta që dënojnë narkorregjimin e Edi Rams, ishte pra edhe një vazhdimsi, por dhe një sukses tjetër në realizimin e qëllimit tonë. Betejë për mbrojtjen e votës është një betejë që do zhvillohet në Shqipëri, por do zhvillohet dhe jashtë saj, sepse zgjedhjet janë procesi i cili është sa kombëtar, aq dhe ndërkombëtar. Ne jemi të angazhuar të bëjmë çdo përpjekje për të mbrojtur, për të rikthyer të drejtën e shqiptarëve për të votuar si qytetar të lirë. Dhe ky është qëllimi më madhor i Partisë Demokratike dhe opozitës së vërtet shqiptare. Sot, ata që nuk përcaktojnë si qëllimin më madhor këtë objektiv, janë thjesht një stoli e narkodiktatorit, altoparlant, apo lakej të tij. Ne do qëndrojmë me të gjithë potencialin dhe fuqinë tonë. Faleminderit.